Ta di qëtësi. Qaku. Motor? Ka motor? Sinkar 1 dubël 1. E harrova. Stop. Majtën në Hanxha, të vrava, të preva, të bëra musliman. Unë turku, aslane në dorë, që shtrova Konstantinopolën, gjithë azil dhe vlahi, që me parë tunda botën, të vi këtu në Arnautistan më kleko. Si bre Arnaut më futë në varë, unë që kam rjepu mbretër, që i kam pjekur, prej teje sot pas kam vdekur. Po ti kush je? Kush jam? Io sono italiano. Ah, bre Arnaut! Nuk mjafton që vrave në fute në varë, po ma punë edhe kaurin këtu, pa jetohet me kaurin, bre! I të them, Santo cielo! Të them! Mamma mia, ehi turco! Sei pazzo! Siamo tutti qui jemi në varë! I ka të them se nuk rrim varë në ty! Ti nuk mund të më vrasësh më. Unë jam vrarë një herë. Kush ta hëngri halvën ty? Cosa? Halvën kush ta hëngri? Noi italiani nuk kam halvë. Noi mangiamo macaroni, volete?
Estakfurullah, milion derri. Unë them kush vrau ty e t'jenalt. Ma kome kush me vrau? I Albanisi. Më hodhën e detë Selam Musaj. Është viti 1920 e lashtë. Mamma mia, sa të ikër që janë. A fare keqje. Pa e bëjnë të vjetë Arnauti. A këtë në pushkët tona, kanë ardhur i nostri fratellit na e marrë hakun. Ajo, trabella Galdina, salve amici! E dë pësyzi, ka anë vore që në ka gjithë qefë. Ma come no, in chiefo, molto in chiefo. Io che tu vieni in paradiso. Sapete c'far bëhet attirante, mamma mia. Partigiani di qua, partigiani di là, partigiani di su, partigiani di giù. Mannaggia! E të nëmë, sa seneja ande? Come? Qfar viti është atje naltë? 1943. 1923. Italiano ancora. Male! Capitoloi. E il nostro grande capo, il duce del fascismo, e vare per campo scommettere te casavi. Puj qoftë lane, po ju meti derën goj? Pa fitohet lufta duke hongër mish derri? Se mos e fituat ju. Që ti bëj Arnauti dhe Skënderbegut, se në me shpresë të Allahut, do këshim hënë në Romë dhe pa Shavdinin dhe pa Shejmonin, atë papën tuj dhe i këshim bo sunet li. Uè, Turco, mbaje goja, perché siamo due me një këtu. Nuk keni që mboni, u kam vdek njëherë. Cosa succede? Tedeschi. Alla mami! Kompri jepi, alla mami mi qoftë halal, a I ka për të botër vjetë këtë pismi dhe. Achtung! Javash, më alla mami, javash, përse e ke mërë me ka qyrysh? Kan nisur rekommandet. Du bist ein Verräter. Komm hier. Komm. Kapitolan, frigacak, kaput! Ti ke të gjitha fajet. Ma perché? Varum? Sepse ke lejuar të formohet partia komuniste, po të mos kishte qenë ajo parti, neve nuk do të kishim përfunduar këto. Përshtanem! Alla mami, që është kjo ndonjë kala e re? Usha, ti ke kohë që ke vdekur dhe nuk din gjë. Sot e tutje, këtu do të komandoj unë. Gut. Ich kommandier. Jawohl! Signor sì, ein Hitler. Hitler kaputt. Hungrig. Und durch mit Benzin. Na, raus! Atti, du! Weiters, du! Vorwärts, Arsch! Ein, ein! Suche, fest! Selam. Buongiorno! Good morgen! Morgen! Ja, Evan. Kush jeni? Armiki klasës. Mola
ti kopshtar lulkuqen e vegjelis. Zinte pylli mjerimit nato dit patrit, javadit e rajnët e njoma, sytë e qelën sytë. Zinte pylli mjerimit nato dit patrit, javadit e rajnët e njoma, sytë e qelën sytë. Krahtë e zhveshurat të pemë dhe ngrinin kalkan, po me frym t'i jeti dhe lulkuqes shpirt e gjan. Dhe rriten a përlohen a ereshi, hiri shtëpive t'djegura të ngrohutë. Vezë në orarin zyrtar është me shumë rrezik. Prandaj, me modesti, po e quaj vetën burr heroik, se ja. Duke ecur rrugës, më del një shok përballë dhe si zakonisht do të më pyes: "Çfarë ke bler kështu?" Unë për shembull do t'i them dardha. Mirë, po dardha e ka bishtin mbrapa. Prandaj më mirë po i fus në përxhepa dhe heci me kujdes. Që të humbasim çdo gjurmë. Jo, se gjurma tërheq vëmendjen dhe zbulon gjurmat. Më mirë eliminoj gjurmën që të humbas gjurmën, letrën e fus në xhep dhe njëkohësisht kursej një lek. Tani çdo gjë është në rregull. Po ku je Sadik, si je Sadik? Mos! Ore, je ti Sadik apo jo? Më duket se po. Po si je Mos më prek! Qa ke kështu?
Kom bo vaksinë e lisë. Vaksinë e lisë? Po cilin krah ke bërë? 2 krahat. Po s'ka, Ma, s'ka që do të kem kujdes. Kështu. Po Sadik, mos je kështu i smur? Mos ke temperaturë? ja. Çka ke kështu? Babi, sa të bëmë 2 orë se shkojmë në muzeum. Ah, Por Sadik, çka ke kështu? më ka rënë zverdhi vezëve. Hajde të përqafoj. Ja, s'ka nevojë, faleminderit. Jepja mami t'i bëj omlet. Tjetër sën? Një tjeta. Një tjetër Sadik. O, një tjeta. Që ke turni 2 sot, Me raport doktori. I paske zënë prit mimozës, Të vasë në pare mirë papshi. Miru papshim. Jo tjetër Shokusal. Një tjeta. S'kemi Shokusal. Mrekullit gjithë mirat. Ku je që s'dukesh fare ande nga reparti? Po ku të më shofish duke shef si jam bosi pik pyetje, me ta gjithë ditën në raport. Po pse nga smundi është tërmëror kështu? Ja, për i qejfit. Po pse nuk rrin krevat Marsali? Pse doktori ti, smunja ime ka nevojë për lëvizje, për ajër, për diell. Edhe për të veshur kështu luks fare. Po, s'do me që do veshim i luks, pse si shkohet ke doktori, gjithë vaj e grasë? Nese, unë për ty, hajtë shkora, miru pafshi. Miru pafsh. Ikore se pa vje ajo pa më shiko kështu. Shokusali, Po, arrova të me. urbane, Mbrëm kishte ardhur për vizitë tek unë i ati Mimozës. kujt mimoze? Mimozës, kësaj bjondes universitares. Ah, po, e qëfar tha? Tha se ti e vardisur shumë të bijës. Nëse ata ishin interesuar për ty dhe kishin marrë vesh një djalë jashtëzakonisht i mirë. Ashtu, a? Po, më faqë. Avash. Megjithëse je jashtëzakonisht i mirë, ata nuk janë dakord ta japin vajzën. Përse? Sepse je i smur. Kush tha që jam i smur? Unë jam mrekulli, nuk kam as kur gjë nuk kam. Nuk e di, po me siguri do të ketë pyetur ande nga shokët e tu ose ande nga zyra kuadrit. Shokët e, kjo është gënjeshtër, kjo është poshtërsi. Unë jam mrekulli, thash nuk kam asgjë. Pa, vashti pak më përpara the vet jam i smur, pastaj edhe unë ashtu i thash, është i smur. A më pesi ishe shparë kështu? Po. Si jam tash e shiko? Ja, mrekulli jam, s'kam as kur gjë nuk kam. Si do qoftë për këtë punë ka dokumenta, janë raportet e mjekut atje. A, pika që su bie raporteve. Jo, atë e kam rregulluar unë. Se kam një kunat në kushurirës në ambulancë dhe më jep raportat FTF. Unë pa them s'ka as kur gjë. Megjithatë nuk janë dakord. Përderisa nuk është i aftë për punë, nuk je i aftë as për dhëndër. Kush më nuk është ja? Jam i aftë që të shkem me te. Bini të shpallën e ty ga. Ashtu? Po si? Dakord. Dakor? Dakord, mirë pafshim. Miru pafshim. Ne duhemi të dy, të gjithë shokët e dy, kur na shohin buzë qeshin në uzy. Ne duhemi të dy, sa thjeshtë dhe lirisht, dashurinë ne shfaqim për të gjithë. Ne duhemi të dy, të gjithë shokët e dy, kur na shohin buzë qeshin në uzy. Ne duhemi të dy, sa thjeshtë dhe lirisht, dashurinë ne shfaqim për të gjithë. Ja kështu, pare zemër hakur dashurojnë, ne gëzime dritën dajmë dëshoj, në uzinën tonë. Ja kështu, pare zemër hapur dashurojnë, ne gëzime dritën dajmë dëshoj, në uzinën tonë. Ne duhemi të dy, sa thjeshtë dhe lirisht, dashurinë ne shfaqim për të gjithë. Dashin për ne të dy, nuk na flasin buzë qeshin veç me sy. Ashtu më duhemi, sa thjeshtë dhe lirisht, dashurinë ne shfaqim për të gjithë. Dhe prindrit tanë dy, dashin për ne të dy, nuk na flasin buzë qeshin veç me sy. Ashtu më duhemi, sa thjeshtë dhe lirisht, dashurinë ne shfaqim për të gjithë.
Ja kështu, pare zemër hapur dashurojnë, ne gëzim e dritën dajnë dëshojnë, në zinën tonë. Ja kështu, pare zemër hapur dashurojnë, ne gëzim e dritën dajnë dëshojnë, në zinën tonë. Dashurinë dhe mi, sa thjeshtë dhe liri, dashurinë ne shfaqi për të gjithë. Për këtë temë do të flasim përsëri në leksionin e ardhshëm. Sidoqoftë, nuk duhet harruar se malaria shfaqet me aksese febrile të rregullta, me temperaturë të lartë, me të thridhura, me të djersitura, me splenomegali dhe anemi. Lei professor, Natiste mirë ta konkretizonin me një shembull praktik. Na tregoni për pacientë që nga malaria. Në spitalin ton nuk kemi asnjë dhe zorë se gjendet në gjithë Shqipërinë. Me malarian i kemi larë hesabet. Po duhet profesor, duhet. Pa konkretizim dhe teoria harrohet. Do të mundohemi. Kanë të drejtë. Në duhet patjetër një malarik për konkretizim. Po ku ta gjejmë? Duhet këtë mbetur diku ndonjë, prandaj që nesër nisu me shërbim dhe na sill malarikun. Shoku Arillaq. Ashtu si të thash, rrugë të mbar. Shoku Arillaq. O shoku Arillaq. Bobo iku. Po ku të vete unë i varti tani? O shoko. Unë një tjetër. Më falë, më duket se ju jeni shefi shëndetësisë për rrethën e Lezhës. Po, unë jam. Gëzohet, të njemi, kam verë Koburja. Koburja? Nese si thonë ju këtej, në thirë pisjolla nuk prish punë. E di si është puna? Kërkëm një malarik. Malarik? Malarik. S'kemi. Si ma s'kemi? Po kjo është e të mërshme, kjo është katastrofike. Në botë ka 70 milion malarik, ju thoni s'kemi asnjë. Pse kështu e kryni detyrën ju? Ore, shoku Kamber. Urdhro. Ju që ngeni tamam pisjoll. Ne plasëm gjithë sa çfarosë malarien kurse ju kërkoni malarik me zor. Nuk kemi, nuk kemi. Po shoko, të paktën vetëm një për konkretizim. Asnjë. Asnjë, asnjë. Ik mora antikonkret. Ore, po tani ku të vetëm? Po nisem në muzeje. Vap. Vap, vap. Vap. Po si vap? Muzeqar jeni. Muzeqar jeni. Lindur dhe rritur në muzikë. Shumë mirë. E di si është puna, kam një hall. Hall. Mall. Po, bos të gjoka fare këtë. Kam një hall të madh bile. Kërkojmë një malarik. Malarik! E vrik. Kemi brigadier sifër. Sta bëm të gjatë fare, po ju paraqit e vonë në punë. Jo, mo shoku, keq kuptua. Duam një që vuan me efe 3 ditëqe, që dridhët. Kemi lushin, që dridhet e përdridhet si fugë, kur e caktojnë ndonjë punë të vështirë. Pra po keq kuptua. Malariku është i verë si ftua. Ftua, more. Ftua, mo, perase. Në njerëzit i kemi të shëndosh si molla. Akoma te ura di, i ko merë me punë. Një malarik, të thash. Malarie. Për malarie, me pyet mua. Pse? Me malarie jeti? Folë mërë të bëfsha. Hajde me mua. Dale, ku vemi? Në Tiranë. Qa fan? Në Tiranë, more. Po pse, mo, pse? Të të shikojnë ata atje dhe të marrësh dijet dhe shpërblim. I kor tutje. Na mos më more plaksa bini këtu. Unë kam 20 vjetë që jam shëruar. Faleminderit partisë që e bëri, na e bëri. O shoko se mos të kam betur pak malarie në gjak. Ka pak? Në gjak, more. As pak s'kam betur. Po pak të më bëj si kur je sëmur. Hajde me mua. I kor tutje. Nuk jam nga ata unë që bën bish punës. Dukesh nga sytë që nuk janë rregull.
A erdhi Kamberi? Së shpejti fillon leksioni, Kamberi nuk ka ardhur, po Malariku ka ardhur. Ashtu? Po, ka dërguar dhe një letër bile. E shtot. I dashur Harilaq, me vështirësi e gjeta Malarikun për konkretizim. Po interesohem për një tjetër. Vim pas 2 ditësh, Kamberi. Mirë, futeni pacientin brenda. Termometrin ja keni vënë? Po, ja kam vënë që për jetë. Po mirë, çfarë ndjeni? Të ftohta dhe të dridhura, Mirë, zhvishuni. Zhvishuni, jo thash. Jo, nuk zhvishëm unë. Më vjen turp, jam fanatik. Ashtu? Atëherë krahas së mundjes do të kërkojmë edhe fanatizmin tuaj. Kamberi jam, përderisa ma kërkoni Malarikun me zorë. Ku ta di unë i varë? I rash rreth e qarkë Shqipërisë e mazalla se gjeta një të vetë. Po tani? Kërkojeni në arshivin e kinostudjes ose në Albin Port. Një tjeta shokëni. Të tjeta gjagjo. Zotrote je jatroj kokallave. Urdhëro? Jatroj kokallave, zotrote je. Nuk po të kuptoj mërë gjagjo. Nuk po kupton, më thot. E unë shqip të flasa dhe rezi. Shqip, po atë fjallin kokalla, nuk po ta marrëvesh. Kokalla, ore, kokalla, që shi thoni ju këti? Nuk e di. Ne këtej nuk kemi kokalla. Nuk pas, ka më thot. Pa qëndron njëri ju në këm pa kokalla? Nuk e di. Si ma nuk e di? Sigur mos kishte njëri ju kokalla, do rekullisë i musin do një plendës. Kokalla kam edhe unë, edhe ti, edhe ky shoku. Jo, dha unë nuk kam, as që di se ku bien. Tre nuk pas kër kam më thot. Po këtë e Au, gjagjo! Shke që ullurin kotë si kotë së të bëra gjë. Kujdes gjagjo, ka thy kraun ky shoku. Hëndë të lumë të, qfar ke thyrë ti? Kam thyrë kraun, kam thyrë. Kraun e di unë, po qfar? Qfar? Kam thyrë kockën e kraut. Jo, ti ke thyrë kokallën e kraut. Jo, mërna, unë kam thyrë kockën. E po njësoj është, e ke dëgjuar atë këngën ti. Ç'këngë? Nuse ku kale këmbë të, ty të rënqinë dhëmbë të dhe dhëmbalo
kokalla të. Ke dëgjuar? Jo, nuk e kam dëgjuar. Po ti? Jo, asun se kam dëgjuar. Nëse tash ma morën vesh se kokallat na qenë kanë kockat. Tani çfarë kërkon? Çfarë kërkoj më thon? Po pse ka marrë nga anës këtu? Kërkoj jatruan e kokallave. Prap nuk po të kuptoj. Ky më duket se kërkon doktorin e kockave. Ha më të lumtë se më shpëtove. Me ty me e veshun. Toke njerë. Aj, qashru! Më fal. E di si është puna. Ka marrë nga anës këtu se në dhëm kjo kokalla. Kocka. Me kocka. Të thuash që e kam nga pliqeria, nuk është e vërtet. Se s'ka 7-8 vjetë që i mushet të 60. Si thua? Nuk e di pyet doktorin. Cilin do ne këtu? Kë nuk di ku ti thon kokall. Jo, ky është infermier. Doktori është brenda po viziton. Ama infermier më qënge. Kjo që thret kot si kotës të preku kush. Nuk thira unë, xhaxha, jo, thirrja ju tjetri atje që pa i shikon doktori. Ama, mirë shikua kaj. Dregjin kini që u lërini kështu. Të lori, si të mos të lori. Ka thyrë kokallën i biri botës, si thon shaka. Po ti gjatë çfarë? Unë tu nja tjeta njërë. Mua më dhem kjo koka. Koka? Jo kuka. Thuja bre të lutrim shumë. Këti i dhem kocka e shpatullën, doktor. Edhe të lutë, gjynaki si jatrua zotrote. Në rregull gjatë zhvishur. Mbama pak të lutrim shumë. Gjaxo! E mati si fëmi bësh. Për çfarë ka ardhur këtu? Për çfarë ka marrë? Për ty o ka marrë? Për mua? Ha? Po pse nuk keni mjek jo dhe fshat? Kemi po, toni s'është gjë. Si është e mundur? Partia në Krajina dërgon mjekët më të mirë. E ashtu është pa i toni është i holl, ja, tamam si ai atje. Po pastaj se është i holl? Po kur nuk është i Zotit të shëndosh veten e tij, si do më shëndosh mua? Po si e quajnë atë mjekun tuaj? Nuri. Nuri? Dale, mos është një zeshkan me gjyslyke me flokë të njëre? E me ca palo mustaqe. A ke gabim, xhaxha? Ai është më i miri nga ne të gjithë. Nuriu me ato mustaqe? Ai. Nuriu? Nuriu. Më i miri? Më i miri të gjithëve. Ika unë. Dale prit. Ika! Dale prit, xhaxha, ku vete? Ore, kur e kam ustan në derë të shtëpisë, më duhet mua qiraku në fund të dynjas. Miru papshi. Nja tjeta. Adresën të lutem. Që do adresën ti me ti, edhe sigur të më shkruash, nuk me mi vesh bashkë. Miru papshi. Aj, miru papshi. Ha, mo që bore? Isha duke bërë gjiro me Artani, Lidi. Në këtë farbante? Jo, isha me traktor. A i lëronte kur të unë i ria pranë. A, që ke knaqë? Po knaqë me gjithmonë. Po të nga nëzosit e tu nuk e? E pëse të ke burë? Të gjithë e di se unë jam e fejuar. Dhe gjo, se ti do të kesh trup nga nëzosit kur fejojsh kështu? Unë nuk fejojnë këtu. Si the? Nuk fejojsh këtu? Lidi, shiko se po flet gabim, Gjemali të dozë është djallë shumë i mirë. Që është e vërteta, më vje shumë keq për të se më ka hyrë në zëmër. Ka për? Po, nuk mundem, nuk mund t'ja prish do të prindërve të mi. E di. E di se t'kan vajzë të vetme. S'kam njëri përveç teje. E kanë lidhur jetën me ty? Sentimentalizëm borgjez. Ama dhe ti... Posta! Posta qapkene! Hajde, Gjajzullo, hajde! Posta! Dhe ti qapkene shumë letra merë, kujdes me tanin, mos bish në shërë e kej primamit. Ashtë. A miru papshim! Miru papshim, Gjajzullo. Harova. Aty ke klubi takova i qunë prej tjone që të kërkoj të ty. Mua? Pa. Kush ishte ai? Nuk e di. Po si ishte? Po si ta themu ty, tamam si bishtaj frigoriferi ishte. I thash, hajde se po të ju ke shkolla. Jo, thasa rruga Gjillbalit. Aj, miru papshim. Miru papshim. Kush t'jetë valë? Kush e di? Mos është në një nga ta fërmit e tu? Jo, nuk e besoj. E mirë, si do që ti të puna, unë do shket të Artani. Le tjetë e daj. Mirë? O për shpo më thotë kjo, kush ta ka ardhur? Kujduna, su nuk e di. Nejse përderi sa na vjen si mik duhet ta presim siç duhet. Na përgatisim në një. Hajde. O zëjush! Hajde të keqe zëjush, hajde! Me zi e kom pru me gamor prej klubit. O në rumlu kej drejgji. Tjeta. Da me thënë, kë është komoditeti juaj këtu në katundën? Falë. Avash.
E shkreta e fejuara ime. Më falni, po cila është e fejuara juaj? E fejuara ime? Ja, kjo këtu është, kjo këtu. Asaj merë të kje t'i zi ka dalë për zotë ky babloku këtu. E pa dhere pas kemi hyrë gabimis këtu. Gja, begati gomarin tikin. Shive te që bogati gamorin do. Të su bone u shafer taksie që qëj ty nëllë të posh me gamore? Ju erë dhe rrini edhe pak. Pasta jash filloj bjerë dhe shi, rrini. Ju falemderit, me gjithë se fshatar po qenger këni gentil dhe të. Rasti rallë kë. Gjithë se mua fshati nuk më pëlqenë fare. Pa tere përse u mundua deri këtu? Për Lilianën. Për Lilianën? Prindrit e saj më kanë zjedhur mua si dhëndër. Ka prindër të mrekullueshëm. Po ju me se merën juve? Histori e gjatë. Fillova fakultetin e matematikës, por e praktisa. Nuk më pëlqen, pse me zor do të studiojmë, po nuk më pëlqen, po studia madhësh më pëlqen dhe s'më pëlqen. Gëzuar, rini, qepë, alegria. Gëzuar. Matematika s'më pëlqen fare. Darwini më ka ardhur ja këtu, në majtë të hundës. E shof. Po Darwini sikur se shmarë kur në matematikë. Të lumt. Marke ka vesh edhe nga matematika. Po mirë more shok se nuk jo adim as emrin. A Robertino. Shkurt Roberto Setino, si të duash të me quar. Ha, bukur e the. Vetëm se s'kom që të bëj këtyve gocove, se ta kësha një t'jemë të lëzetshëm fort. Mirë more shoku Robertino, Tino, si të duash. Skaje. Çfarë pune ju pëlqen juve? As vetë nuk e di se s'me pëlqen mua. Mjafton që unë mos ta vras mendjen për asgjë. Por më tepër nga të gjitha mua më pëlqen muzika. Më pëlqen kansoneta, më pëlqen vallëzimi. Po, e di. Më pëlqen rakia. Gëzuar. Pse more, kur do ta shijojmë jetën neve? Kur të plagemi? Kurse juve të dyja së bashku me të fijuarën time, u dojgjët këtu në kooperativë. Nuk jeni më reni. Ma more të keqen. Unë sa po erdha këtu në Katundë dhe mërzita. Gëzuar xhaxha. Kjo o për burra, nuk o për gjiladeti. Po, ç'do me thënë kjo? Kjo do me thënë që s'bëni mirë të rregulloni gotat kështu njërën pas tjetrës. Jeni ri dhe mund t'i trullos. Po mua ma freskon truri në dashuria. Po je i ri mërdrisht në të bokiq. Ja kështu me dërdëllis edhe plaka ime. Ku është kështu gjyshja? Mamaja, sklavëria e familjes. Dashuri mor xhaxha. Dhe babaj nuk e doron tot. Sa heri thot, lere më se kemi një djalë që s'na e ka njeri më. Me siguri që ju duhet i një djali vetëm, ama. Jo, kam edhe një motor në punë. Ajo që thoni ju është furnitorja ime kryesore në Lek. E pas keni zgjidhur shumë mirë problemin ekonomik në familje. Çka, jo dhe keq. Mua më mungon vetëm një gjë. A mund ta gjeni? Martesa. Bravo. Në madorë. Si fillim mu më duhet të gjej një punë që të tërheq Lilianën në qytet. Nuk do jetë më mirë të tërheqi ajo juve në Katone? Katone? Tu në kooperativë? Vazhdo. Dhe me be e nizi motorin taksje ime e do me të nisë ty se të bovo. Apo jo mi zjush Liliana. Liliana? Jo jeni Liliana? Po unë kam ardhur që nga Tirana. Kam udhëtuar me makinë, kam ecur me gomarë për t'ju thënë se ju dashuroj. Dhe jam gati të martohem që sot me juve për t'ju shpëtuar një herë mirë nga fshat. Ju do bënit mirë që të shpëtonit vete nga këto vesti që po ju mbysin. Po mirë, si do t'i them unë prindërve tuaj në lidhje me fejesën tonë. U thoni se kam gjetur vetë fatin tim këtu në fshat. Ç'do me thënë kjo? Kjo do me thënë se ajo ka vendosur të fejohet këtu në fshat. Atëherë unë që kam i tepërt. Vash. Ti je i tepërt e në këtu e në Tiranë. Hajde me mu. Priti se erdha. A e mirë paksin. Bukur e punoj, e? Orta! Hajde më se më ka hull gamori prisa mojnë e më ka shgërruj gjithë baltë. Erdha, mos i të vizë dhe këtë. Hajde më një moj qikë.
fushat vin vajzat sot, djerë sa në balli umbrin. Lumë të rinë në rrisin sot, vajzat unë në dua hararka, lule janë në veta to, lule të gëzimi ton, lule të gëzimi ton, me bukën e fushës son, o merën e malit ton, me kam krimëri e bashat, e kanë rritu shtatin me serës të fushës o me serës të malit rritin dashurin në bashat, për djem të e fshatit Ano se pasa në so, lumi të fshatit ti, rriten vashat trimëresha në roje të lirit. Krahët e tyre ngjyrë ardh, se që po që djeli jugu, ëndra tyre kanë ato, kokrat grurit timi ton, kokrat grurit timi ton, me bukën e fushës o merën e malit me këm trimëri e bashat, e kanë rritu shtatin me bukës të fushës o me serës të malit rritin dashurin në bashat, për djem të e fshatit Na, pusho. Po pushore se mja qave. Pusho se do të skuqen cyçkat e bukura, shkrita, unë shkrita. Po pi 4 do ta bësh 5, 5 do ta bësh 6, 6-ën 7, 7-ën 8, 8-ën 9, E 9-ën 10. Ashtu thua ti, pse kolla e merren 10-a? Se mos është ndonjë gjë e madhe kjo. Po jauri një gjysmore përgatitje në ditë dhe mbaron kjo punë. Po unë të luta gjithë ditën dhe me zyqëm dhe një 10. E po mami tani s'po të flet për 10 lekshat, mami po të fot për dietat e shkollës. Po kur të gjë me këtë djalë, shpirit një 10, me mësuse që s'ka gjë fare. Mirë, po pusho të pusho, dëgjo mamin se ç'do thot. Pusho, të ka bler mami një vazo me recet të hashtu të pa buk. Nuk e do fare, hiç. Të ha bukën paqen, pa gjallë, do të fshonë në vdes. Të vdesësh ti? Mos ma thuaj më këtë fjalë. Po më mirë të vdesi mami me babin për ty. Jo, moj, të më qenë kanë vik pastaj, ja? Mihi, roftë mami me babin. Ura, kush e qeli? Në bufete. Në bufet katja. E hengri Macja. E po Macja që bëmoj grua? E mo, erdhe ti. E moj, që kemi këtë një? Djalin nuk e kemi fare mirë. Maskëlla, Shpate. ilaqin e zëmës. Ron apo nuk ron? Mbahu i zi se për të rojtë ron. Po unë thash nuk e kemi fare mirë, se edhe sot e morim katër. Katër? Po. Ku e morim? Në gjuh. Në gjuh? Po së men që në gjuh katër do marrin. Se gjuhën ma ka, e disi ma ka? Si lopatika, që i përdor vetëm për të pirakullore e për të nxjerr komshive. S'është e vërtetë. Po si, edhe ty ta kanë nxjerr 2-3 herë. Nuk është fare e vërtetë. E po them e kam parun. A, më dhe ti tani. Po ja më kujtohet që e pash një herë. Po jo të më nxjerr të gjuhën mua. Të lutem shumë. Më kujtohet kur ta nxori gjuhën ty. Mua? E ke gabim grua. Jo, mua ma kanë nxjerr me shaka, kurse ty ta kanë nxjerr tamam. Prandaj djali të kanë ngjar ty. S'është fare e vërtetë. Djali të ngjan ty. Ty që unë plakë dhe vazhdon të bësh ti fëmijë. Mami, na një lukti? Na një lukti. Tani pajtoni dhe mos bëni zhurë. Tu buftë, mami, tu buftë. Po kjo është i mrekullueshëm ai grua. Po s'do më ndajore. Po ka kujtin gjasja ju prandaj. Jo grua, në disa raste më ngjan dhe mua. Po ti ish një burtis, do ta linje të birë ashtu. Si maj? Të ta merrni në përkënd. Kush maj? A të thuaj. Ca mësuska që porsa kanë dalë nga banat e shkollës. Po pse moj si e kemi djalin? Djalin e kam zheniu bëftë mami. Zheni e kemi, po që ti bëjmë zheni s'kina me 4 se. Ta mbrojmë. Ta mbrojmë, pasi? Ta mbrojmë sepse e kemi lënë djalin tamam si një jetim. Ashtu. Ore, ka baba ku fëmijë apo nuk ka? Ka, baba edhe mama. A
kemi vajtur ndonjëherë në shkollë? Jo. Pse? E di ti pse s'ke vajtur në shkollë? Ai dit kanon. Dëgjoj atëherë. Prandaj po i mbushin djalin vazhdimisht me katra. Ma torturuan djalin. E do mësuan fare. E shkatruan. Grua mjaf se nuk durim se po më vret ndërgjegja. Të vemi që tani në shkollë dhe të ngrijmë lart prestigjin ton familjare. Stopa! Lëre çantën grua se nuk po vemi për të mësuar, por për të luftuar. Çantën do ta marrim me vete, se brenda ka dokumenta konkrete. Dakord. Nis. Nipi juaj është shumë i rregullt, i sjellshëm, me vullnet të shkëlqyeshëm. Në mësime është shumë mirë, të gjitha e ka dieta. Urime. Faleminderit. Po të vazhdoj, gjithmonë kështu. E shikon se ç'bën ha trisë se më murgoja për aty. Hajde krahasoje këtë tani me djalin ton. Mos u bëj merak se ja rregulloj unë tani. Punja tjetër. Unë jam bab, më fali se më muar goja ma ngjitja e djali. Jam baba i ndriçimit. Ha, i ndriçimit? I ndriçimit. Gëzohem që më në fund u njohëm. Gjithashtu dhe unë. I vi më dorën. Aha, po. Edhe kjo gëzohet shumë, ju faleminderit. Kam ardhur disa herë në shtëpinë tuaj dhe nuk ju kam gjetur. Ashtu? Me keqardhjen më të madhe po ju them se ndriçimi është shumë i dobët. Ndriçimi i dobët? E ke gabim shoqja mësuese. Ndriçimi im që i shdop gjithë kalamajt e lagjës në dru, që ka i dobët, ha? Ju lutem shumë. Ja konkretisht sot. Sot edhe mua ankuan pikrisht për këtë punë 3 grangat lagjës. Ashtu, ja këtë të metë të ti ne nuk e dinim. Megjithatë unë nuk flas për ata anë. Më fal, grua, shoqja mësues nuk flet për ata, por flet për anën tjetër. Ç'është kjo anë? Të mësimeve më të ke kujdes. Nga ana tjetër është shumë i dobët. Po si ka mundsi? Nuk mëson fare, është i pa disiplinuar, i përkëdhelur dhe i llastuar. Zemra! Ilaçin e zëmës e ke me vete, vazhdoni lutem. Në histori ka marrë 5, në gjeografi 6, kurse në gjuhë 4. 4? Po somen që 4 do marrin gjuhaj, se gjuhën ma ka, disi ma ka. E ka shumë në qejf shoqja mësuese. Po djali im studion dhe shkruan në mënyrë të shkëlqyeshme. Unë jo pa qëllim kam sjell një dokument konkret me vete. Urdhroni. I mbir shoqja mësuese ka bërë dhe një poezi. E po, ju lutem shumë tani imagjinoni dhe vete, qysh në këtë moshë është një gjë. Na falni me qenë se nuk po... Se nuk ja kuptoni shkrimin, e ka jashtëzakonisht të keq. Jo, gaboheni juve, desha të them neve i kemi harruar gjysmlykët prandaj. Edhe me gjysmlyke nuk do t'ja kuptoni dot. Ja kjo tregon për dobësitë e tij. Po është ta bëra për të qeshur më shoqja mësuese. Pse më tek shkrimi varen punët? Po ti ishte puna tek shkrimi, doktorët pa shkrim që kanë, nuk duhet panojnë as të kopësh. Tamam. Kjo tregon për nivelin tuaj të ulët, që nuk keni punuar me djalin, nuk e keni mësuar. Rëndësi ka poezia, ja çfarë vjeshe ka bërë mirë. Dëgjojeni. Oru dam, ore servit, për se më rinë rresh gatitu, do të rrah të mirë për një gjungën përgatitu. Leri libra të mbyllë gojnë, mere topin fillolojnë. Bukur. Ua, po kjo është shumë e bukur. Shumë bukur ju drejto ka shokut. Është komike, satirike, është kështu sportive. Lëri ato. Talenti. Ai shikoni moj shoqja mësuese. Unë e kam parë me kopë, po bëni mirë ta shikoni edhe juve. Ja dhe një tjetër. Titullohet mësuese stip. Shikoni sa ju çmendja. Është. Dëgjoj. O mësuese. Më falje, këta akoma nuk e ka përfunduar, vazhdojmë pak më poshtë. Ore babi mos bërtit s'keq më bën, se ka mamin që më mbron. E ka mamin bombë atomike që të zë dhe të bën pite. Të bëftë mami, të bëftë. Disa kote drëllë mu steqen, s'keq më bën, më merë të keqen. Merë? Çfarë do vëshë? Do ta rraqi, do ta ngor. Kama? Djali. Zemra. Ilaçin e zëmës e ke me vete. Jo. Nuk duhet të përdorni dhunën. Duhet edukim, kombinimi i formave të edukimit, shkollë familje. Ke shumë në drejtë. Po përpara se të fillojë edukimi, ne do fillojmë nga zdrugimi. I kujt? Si? Nga zdrugimi kujt do të filloni? Më falni, duhet fillojmë nga autozdrugimi.
Ditën e mirë. Shoku pas tjerë. A, ma marrësh përgjigjen e telegramit pëj këto? Po si me gjithë që e përdroj? Fajto mbrenda. A, më falë më nanë, nuk mund të vi se jam në orarë punës. Fajto, mërë të pëj, shë një më shtrapë, më shërov. Një minut, më shtrapë. Aha, një gotë me pije, Hande ma, po që ashtu i thajmi neve? Më falë më nanë që të bëj një vrejtje, po duhet flasim gjuhën letrarë. Anqish. Po, çdo me thënë kjo anqish. Ska gale. A, do me thënë s'ka gjë. Mirë, si e do në telegramin ju? Kështu. Lovka e nanos. Garendë në ponë, se unë apet do të vi gjigeri nanos. Bëuni të fala se li mojtës, poj. Më falni, po një tekst të tillë nuk e lejoj në rregullat e drejtë shkrimit. Si thojmë? Megjithatë ta lexoj shikoje. Lovka e nanos. Mirë. Garendë në ponë se unë apet të vi gjigeri nanos. Bëuni të fala se li mojtës, pik. Poj. Pik. Poj. Pik. Pa pëjk, mërë pëjk. Ah, e kuptoj. Më falni, me këtë lovka e nanës, mos doni të thoni shpirti nanës. Qashtu? Garendë në punë, mos doni të thoni vrapo në punë. Pa qashtu, mo? Apet të vi, mos doni të thoni përsëri do vi. Qashtu? Po ky gjigeri nanës, çfarë është? U zemra e nanës. Po, boni të falja Selimojcës? Pa, na u se Selimit mërë Selimojcës, mo. Ah, e kuptoj, do me thënë, Selimojca. Bajram, Bajramojca. Toninojca. Qashtu. Gjaferojca. Mos ke marak mojna. Do e përkthej telegramin dhe do e nis. Miru paf. Majru pafshim, lopë. Zemra e nanës. Majru pafshim. Shoku pas tjetë. Poj, dakor. E dëgjova. Tunja tjetani. Nuk është në gjë e madhe kur ndonjë nanë ose ndonjë plak flet në dialekt. Por më e keqe është kur flasin disa nxënës në shkolla. Në një orë gjeometrie që po zhvillonja unë, ku flitej për këndet e barabarta, njëri foli në këtë mënyrë. Më duket se ishte djalja e saj plakës. Çaj kandi çatoj, është bite voj si ki kandi këto. Kurse një tjetër, ky kandi këteza është top kë si ai kandi andeza. Kurse një tjetër foli në këtë mënyrë. Ky koni ka, o kone kanë si ky koni ka. Ditën e mirë. Një tjetër. Shefli Kasati? Urdhoni, keni një telegram. O, të faleminderit. Ditën e mirë. Ju lutem, si e keni punën? Me turne. More, po jo pyes si punoni, si jesni? Me bicikletë hecim. Ma çfarë punë është që bëni ju? Kjo është një punë shumë fisnike, unë jam posjeri. Ta marrim shtuar pësun e vrikosët një. Ja, sepse telegrami që më solli ju ka këto fjalë. U bëm me supë, qëroj kupa mira. Ma fal pak. U bëm me supë, qëroj kupa mira. Mos jeni gjë tifozë? Jo, si vetën stadium. Po kjo mira, mos është vajza juaj? Po, mos ka qenë pak më falë, Po. E po dorën këtu, quroj qupa. E vërtet? Shumë e vërtet. Shumë e sigur. Urime. Shumë faleminderit. Është bërë një gabim nga ne, në bashkëtinglore. Dhe në vend që të shkruhet u bëm me cup, lexohet u bëm me sup. Urdhoni, keni drejt na kritikoni. E po, njerëz jemi gabojmë ndonjëherë. Urdhëroni të pim nga një kafe tani. Në asnjë mënyrë janë orar punës, nuk lëviz dot. Po, një llokum do ta merrni patjetër për këtë gëzim. Ju lutem një minutë. E po, mirë, një llokum pa e marr. Urdhëroni. Gëzuar dhe t'ju rroj kupa, supa, qupa. Faleminderit. Miru pafshë. Faleminderit. Shoku përgjigjes. Është e pesta herë që ai vjen me 5 minuta vonesë në punë. Ashtu, a? Unë e kam këshilluar, shokët e kanë kritikuar, ai përsëri vjen me vonesë. Prandaj po ju drejtohem juve. E di ç'keti shoku brigadier? Ma sill këtu se për 5 para do e bëj. Si u do? Ohre, që shke ardhë me vonesë në punë? Ja rregulloj unë sa marrën ati. Unë jam i rrit, por parimor. Më kërkuat shoku përgjigjes? Po, afro pak. Të kam thirrë dhe një tjetër për vonesa në punë apo jo? Po,
Dhe sot ke me 5 minuta vonesë. Dhe me sa më duket është ditë e 5, apo jo? Po. Sa vën 5 × 5? 25. Tamam 25. A i din ti se për 25 minuta prodhoti sot 3 palë puc, 4 këmisha, 5 palë pandofla dhe 50 palë salqiqe? Pra, ti me voneset e tua i ke ngrënë popën gjitha të mira. Të vi keq të vi. Më vjen keq për nder? Pse të vjen keq? Për gjitha ato sa thot ju, e sidomos për ato 50 palë salqiqe që i pasëm ngrënë dhe nuk e kam shijuar. Jo vetëm ato, por ti nuk shijon as gëzimin e lavdërimit, por vetëm të hidhurën e kritikës që të bëjnë shokët, sepse ti pengon lulëzimin, begatinë e ndërmarrjes tonë. Mos të lutem, mos vazhdo më gjatë se nuk durin to. Të durush, ashtu si durojnë ty shokët, kolektivi, drejtoria, bine nga ndonjëherë dhe ministria. E kuptoj që ti e ke kuptuar gabimin. Prandaj, po ta fal. Shko, mëse përsërit më. Shko, të fala. Faleminderit. Faleminderit. Shoku përgjegjës, kemi gjetur Belan me atjeri. Përsëri sot erdhi me vonesë në punë. Përsëri? Po? Me 5 minuta? Jo, këtë radhë me 10 minuta. 10, do me thënë pas ka shtuar. Ma sill shpejt këtu. 1 minutë. Ateza vendësoj se do nis ditën në shtëpi. Do ja pres ditën. Nuk ka më lëshime, nuk ka liberalizëm. Sot i pres ditën. Nesër për e përsëriti, do e pushoj fare nga punë. Shoku përgjegjës, ku jemi ne këtu? Zyrën tuaj, ka ardhe herë tjetër këtu në zyrë apo jo? Po, herë në fundit isha kur hënë ato 50 palë salqiqet për 5 minuta. Dhe ty me sa duket nuk të dolin aq, po i bërë dhe dopja. Ty nuk të lejohet kjo. Jo, nuk më lejohet. Pse nuk lejohet? Sepse nuk më lejohet. Që zjasim kot? Sot ktheu në shtëpi, se ditën e punës e ta presim. Si doni shoku përgjegjës, ju e keni më dorë, po nuk ashtë mirë më shini nga të resi me gruan, e cila do nevrikoset kur ta marri vesh. Kush e di si do mendoj? Ndofta do ke mbërë ndonjë poshtërsi, ose jam sjell keq me ju, që ju respektojmë familjarisht. Ajo do më marri natë, jo për një natë, po për shumë netë. Netë të zbrazura, pa ngrotësi familjare, bashkëshortore. Dofta, këtë qëndrën do të majmë dhe fëmijët e tu, dhe fëmijët e mi, dhe fare fisi, dhe atëhere, unë të ndjenjemi vetëm. Të lutem, mos e ndjenj ka shumë gabimin. Do të ndjenj s'ka, o do të mtosh. Le të mtom s'ka. Unë po iki, shko. Unë po iki i vetëm. Shko në punë, të fala. Asaj mirë që jemë shoku përgjegjës. Faleminderit. Faleminderit. Shoku përgjegjës, juve jeni liberal. Ti pritë dita. Kujt? Isha I paritur, diç kërkonja, një dëshirë zjartë më trazonte, donte zemra ime të këndonte, për ju o njerëz e mi. Si kurimi kthjellët, zbrek nga malet, mori u dhe bargu, fjale thjellë, derdhën lule, zëra jetë flo, për ditë qëllinë, atë kushut, lula dhe naro, gati gjithë njerinë, nga ime, jetën të me ju, si shok I vërtetë, ishka juve, dhe e prap të kju, kënga e poeti. Këngë flasin, fusha e male, për ata që ranë,
në tufane. Unë këndoj për nënat, baballarët, o s'diq me ndoni ju. Unë me ju urita, njerës të mire, thjeshtësin nga jeta, kam mësuar. Gjume juve, gjithë njështruar. Qeta, qdo frymësim, dhe për lule, zëra jetë e flor, për ditë që vine, pasë pushur, tuka dhe varon, gapi gjithë njerine, kënga ime e qënton me ju, si shoki vërtetë, diska juve dhe me trapte t'ju, kënga e poeti, kënga e poeti, kënga e poeti. Kënga e poeti, kënga e poeti. Stefan, unë jam e mendimit se në relacionin që do paraqisim ne si kontroll punëtor, duhet të theksojmë edhe ndihmën e madhe që na dha organizata e partisë si dhe i gjithë kolektivi në luftë për shkurtimin e hallkave të tepërta, apo jo? Patjetër. Jo vetëm për këtë, por ne duhet flasim edhe për gatishmërinë që kanë treguar nën punësat për të kaluar në prodhim. Nëse për relacionin kemi kohë, tash si do veprojmë me Aslanin? Unë jam i mendimit se vendi i tij është i tepër dhe duhet shkurtuar patjetër. Vash. Ne jemi kontroll punëtor dhe si të tillë duhet të jemi të matur. Për të vendosur për diçka, duhet të bindemi vetë, të bindet kolektivi, të bindet edhe vetë personi. Po ku bindet Aslani se? Po mirë, atëre ne i shkojmë nesër në zyrë. Qëndrojmë 8 orë aty dhe i shikojmë se sa justifikon ai vendin e punës. Nuk e ke keq, po nesër ne jemi në llogari. Po mirë, atëre ju kaloni në llogari, unë po shkoj tek zyra Aslanit. Në rregull? Po mirë, shumë mirë. Hajde mirupafshim. Mirupafshim atëre. Jam një shoqe kontrollit punëtor. Urdhëroni shoqja e kontrollit punëtor. Urdhën. Ju falenderit. Unë tani, brenda 2 orëve, do të shpjegoj punën time në këtë sektor. Jo, nuk do t'ju pengoj as një minutë nga orari i punës. Unë do të qëndroj këtu dhe do të shikoj se çfarë pune do të kryeni ju gjatë gjithë tetoshit. Do të qëndroni këtu? Po. 8 orë? 8 orë. Po, si ka mundësi? Po pse nuk ju pëlqen juve shoku Aslan? Si të dëshironi, po paçi vetëm qaf. E pse? Si pse? Duhet ju vrasin në rjegje që rrini 8 orë pa bërë asnjë punë. Mos u bëni merak shoku Aslan. Si të mos bëj merak? Pse s'jam unë indiferent? Nuk lejohet në asnjë mënyrë që një punëtore pararoj si qeni ju të sërollatni 8 orë rreth fundës time pa bërë asnjë punë. Juve keni për detyrë. Unë kam për detyrë të qëndroj këtu dhe t'ju shikoj juve se çfarë pune do të kryeni gjatë gjithë tetoshit. Ju lutem, filloni nga puna. E di ç'keti? E lëjmë 2 orëshin edhe po ta shpjegoj punën time për 5 minuta. Jo. Për 3. Jo. Për 2. Jo. Në daç nuk po ta them fare. Shumë mirë, atëre unë dua ta shikoj konkretisht aty në tavolinë. Shikoje. A ka mundësi të më japësh pak planin e punës? Si? Planin e punës për ditën e sotme. Planin e punës? Pra plan e punës. A punon me plan punë ti? Me plan punën? Kush tha që punojmë pa plan? Pse s'kemi ne këtu anarshie? Unë sot kam në plan. Dua ta shikoj në letër. Në letër? Po si, dua të shikoj në letër çfarë do të bësh sot, çfarë ke bërë dje, par dje me radhë, të gjitha i duam letër. Moj shoq. Undra. Juve keni ardhur për kontroll për burokracinë apo jeni vetë burokrate? Nëse u pa puna. Unë dua të di se çfarë do të bësh sot konkretisht. Sot kemi pritje dhe përcjellje. Gjithë ditën, ë? Gjithë ditën po si, jemi në shërbim të popullit ne. Prandaj dera jote është gjithmonë e hapur. Bukur. Atëherë si shpjegohet që tek dera është shkruar lajmërini, pritja e popullit bëhet çdo të premte dhe të shtunë prej orës 12 deri në 14, ë? Ah, mizeria. Këtë e ka lënë para arsim, këtu e disa vjet të shkuara. Kjo është vërejtje në vend. Keni të drejtë. Senepe. Urdhëro. Kushdo që të vi, futem me një brenda. Po sot është e martë. Nuk prish punë se më mori e martë atë. Po s'ka vajtur ora 12. Po nuk prish punë, futem brenda. Mirë. Ja dhe mbeturinat. Pastaj thonë që s'kemi punë. Ka punë këtu më i shoqe.
kemi ne. Pse shef, pse nuk flet? Nuk dua të them nga puna. E shoh. Urdhëroni shoku qytetar, urdhëroni. Aman të keqen, mos sërollat me. Ç'është ajo fjalë? Kush të sërollat? Ne këtu punët i bëjmë tak fat, more. U bënë 12 herë që vi vetëm për një firmë. E që jakë. 12 herë për një firmë. E moj gjanë, 12 herë. Hiperbol. More, kjo nuk është me as hiperbol, as fotbol, as volleybol, po kjo është sorolat bol. Kështu është kjo. Plak zebzek, thashe the me gjik, nga tresha gjik, qepsi femrash, qepsi firmash. Oj, burri botës, ve një firmë këtu, ve një firmë atje. Pse kollaj ve në firmë atë? Kursin firmash. E leje shë pasman? Urdhoni. Ka mundësi një burë? Pa tjetër, urdhoni. E të bëjnë kështu se ma mbushe të rvullë? Jenë vete, pasaj do thonë që Aslani kurse në vullën, në regull. Shoku Aslan, unë mbushën plot 2 orë që juve rrini kot. Deri tash ti keni dhënë vetëm një firmë edhe një burë. Pse çdo ti të lëshojmë raketë? Elona. Urdhëroni shoku qytetar. Qytetari qytet. Të lutem shumë, jemi në zyrë shtetërore këtu. E një filmat Elona, pa hajde se kom 3 orë që bëtë preske 4-2.000. Nuk lëviz as një hap nga zyra. Ka disiplinë shtetërore këtu. Elona? I Elona po? Unë jam shoku Aslan, çfarë kërkoni? Apo të kishë mojsh mobilit tje për? Jo! Jo e, daks! Po pse me nuk më theti vetë mua më në tutën po dërmon për i palë mobili gjumbi, tu bofsha tuta, kurbanë tuta, hame bre. Të thash, po jo në orarë zyrtar, jashtë orarit zyrtar. Jashtë orari, pullë që rënë taku me ti shojqe. Po pse me nuk ishe ti e i që më themu, tuto. Të më presish prim në ora 8 dhe delim 8 i gjimë se kafe të imi, unë këm lojnë e punën me. Gënjeshtar, rënacak, intrigant. Jo, Lora, kjo e punit nuk dërohet. E ne, shiko këtu, këto këndim që më ke bo mund sot, i faqi kësaj shojqe s'ta ma i shmen. E ne mos ma zema me goja në dhe më dhe se jo. E në të mobiljet i qash. Për jashta! E që mban kjo tokë. Që heqim ne në punësët e shkretë. E shof. Zenepe, urdhëro, aty është im shoq, aty e ke. Më ka sill shpirtin majt hundës. Se? Po kam 4 orë që po pres mobiljet, më. S'ka si bredhi sot. Pse? Ja kam ledha e goca. Cila goc, më? Unë nuk e di se si quhet, po aty në zyre ke. Prandaj e pas ka harruar të shoqen ai. Tani vetëm 2 minuta punë efektive, shoku Aslan. 2 minuta? Por këto 2 minuta janë vendimtare për fatin tim. Po ta gjykosh çështjen ashtu siç mendon ti, unë kam mbaruar fare. Ti mund të më shkrish mu. Po, mund të më shkrish fare. Po kjo nuk është e drejtë. Ti duhet më mbrojsh mua. Aslan? 1 minutë, ju lutem. Aslan! Urdhëroni shoqe. Edhe shoqe po më thua? Grua, këtu jemi në zyrë e do respektuar etika zyrtare. S'kam as që punë ma tonë. Unë jam jotë shoqe. Dhe kjo që dëgjoj e shikoj këtu është skandalozë është. Kam 4 orë që të pres në shtëpi, kurse ti këtu... Po orari punës! Lëri ato, e di shumë mirë se sa punë ke në këtë zyrti. Ke kod disa vjetë që shinë si pas jefit këtu. Një herëre, vetëm sot kisha nevojën për ty. Dhe ti... Po nuk ke faj tia. Por në verë nuk kam faj. Unë të dëgjova shumë mirë. Vetëm 2 minuta. Edhe unë mora fund. Ti duhet me ndosh pak për mua. Ti do të më shkrish. Aslan, do të ndaj. Që sot ti do të kalosh në aneks. Më shkatarrove fare. Me që më thonë do të bëj padin, a mund të di kush jeni ju? Unë jam një shoqe kontrollit punëtor. Kam për detyrë të kontrolloj punën e shokut Aslan.
Dhe jam plotësisht dakord me mendimin tuaj që Aslani ka disa vjet në këtë zyrë dhe po shin si mbas qefit të tij. Më thaft, goja më thaft. Po, me Aslanin tim çfarë do të bëhet? Asgjë. Nuk do të kaloj në aneks. Po? Në provim? Në provim, grua? Gati. Qëtësi. Qarë. Motor. Ka motor. 386 dubël 1. E dëgjova, po... Stop, mbaroj filmin.